Kryeministri Edi Rama ka prezantuar çështjet kryesore të javës në episodin më të fundit të podcastit Flasim, duke nisur me shpërblimet e fundvitit për pensionistët. Ai konfirmoi se pagesat janë miratuar dhe tashmë kanë nisur të shpërndahen. Sipas skemës së re, pensionistët me pension deri në 20.000 lekë përfitojnë 150 euro, ndërsa ata me pension mbi këtë nivel marrin 100 euro. Rama hodhi poshtë zërat se këtë vit nuk do të ketë shpërblime, duke i cilësuar ato si dezinformime politike. Këtë javë miratuam shpërblimin e fundvitit për pensionistët, duke dhënë fund edhe zërave të kërnetës madhe politike mediatike që helmuan gjyshe me informacionin e rrem se shpërblimi i këtij fundviti do ndaj çdo muaj të vitit tjetër dhe këtë vit nuk do kishte shpërblim. Jo, shpërblimet janë nisur drejt pensionistëve dhe kush ka një pension deri në 20.000 lekë të reja do të marrë shpërblimin 150 euro, ndërsa kush e ka pensionin mbi 20.000 lekë të reja do të shpërblehet me 100 euro. Kryeministri u ndal edhe tek politikat e reja sociale dhe ekonomike, ku njoftoi se nga 1 janari 2026 nis rritja e re e pensioneve, proces që synon sipas tij t'i çojë ato deri në 5 fishim brenda vitit 2030. Po atë ditë paga minimale në Shqipëri do të rritet në 500 euro, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Ndërkohë, me hyrjen e vitit të ri 2026 nis edhe historia e re e rritjes së pensioneve, të cilat do të nisin të rriten nga janari dhe do të dyfishohen në janar 2027. Do të trefishohen në janar 2028, do të katërfishohen në janar 2029 dhe do të pesëfishohen në janar 2030. Më 1 janar 2026 do të rritet edhe paga minimale. Tamam ashtu siç jemi zotuar. Ajo do të jetë 500 euro, qoftë në sektorin publik dhe qoftë në sektorin privat. Një tjetër temë ishte vizita zyrtare në Katar. Rama tha se gjatë takimit me kryeministrin e Katarit, palët kanë diskutuar për një bashkëpunim të ri në fushën e shëndetësisë, duke synuar sjelljen në Shqipëri të një prej ekselencave më prestigjioze të shërbimit spitalor, si investim privat apo partneritet publik-privat. Para pak ditësh vizitova Dohën, ku kalova disa orë intensive diskutimesh me mikun tim shtrenjtë, kryeministrin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, një ndër udhëheqësit më të talentuar dhe më të respektuar të botës sotme, i cili do të vijë me shumë dëshirë në Shqipëri në muajt e parë të vitit të ri. Prekëm shumë tema me kryeministrin dhe do të përgatisim një agjendë ambicioze bashkëpunimi, të cilën do ta bëjmë publike gjatë vizitës tij në Shqipëri, por mund të them qysh sot se do të sjellim në vendin tonë një ndër ekselencat më prestigjioze të shpërbimit spitalor, qoftë si praktik private dhe qoftë si praktik partneriteti publik-privat, çka do të ndikojë shumë pozitivisht në rritjen e standardeve të shërbimit ton publik spitalor. Në mbyllje, Rama foli për samitin e planit të rritjes të zhvilluar këtë javë në Tiranë me pjesëmarrjen e vendeve të rajonit dhe Komisionit Evropian. Rama theksoi se Shqipëria po ecën me ritme të qëndrueshme drejt integrimit ekonomik rajonal dhe afrimit me tregun e përbashkët evropian.